Ki rënjet prodhimit, oj zoj. Prej që ke arti në kek, lanë dhe parë është mazuti. Nuk e di pse po nervozohesh edhe pse po vërtet. Ta ministre, është mirë me i pove pak do raporte, jo veç me nejt me do këshilltar që ti, ose me mesazhen ashta që të vinë, urime kryeshef, është mirë pak mu konsultu me raporte që ti ki pe kekut. Ki rënjet prodhimit, oj zoj, këqyri raportet mirë, edhe ajde tani më foltore del. So për, jo veç për prodhim, për, si shpethu, rritjet kapacitet. Dhe përshka i të folë, 37 MW i ke rrit nga 250 MW termocentralit B. Kjo i bje 14%. Për qëta megawatt i dele dhe thu e kena ashtu kapacitetina, so për A3. Jeni negociata, jeni të bolafe, kuna mja dhonë këto, të nderin, bile ku t'jepni nuk dini asë shka me bo, se ja keni dhonë TUV Hellas, veç ta kryta, është TUV Hellas, ja keni dhonë i kompanije TUV Nordit greke, për mju kalzu, ju konsultu këse shka keni me bo me termocentralin O3. So për LDK, kur o bo importi, kur o kon LDK janë 2016 më pak se 10 feshke pos import energjisë elektrike, kur ke orti, 259 milion ka pas import. Jam të folë për dogon. Nëse ti thu se puna në dogon nuk jep shifrat e sakta, atër komplet bilanci tregtar ka gabim. Pra, konsultu është pak me raportet që i publikoni vetë, full me dogonën, edhe vjen këto dhe më tregon edhe për LDK, se unë jam gjendje edhe për LDK me full, po, sidomos për qysh e keni kop sektorin energjisë elektrike, bile kom dyshime dhe që e keni sabotu që nga dita që e keni ardhë në pushtet. A ka mundësi me më tregu, a më në bën publike marrëveshjen në mes të kekut dhe kecit për qëta që foli ministra. Vesh me bo publike kushtet financiare dhe gjitha tjerat. Dhe kur? Dhe dyta, ndëruar ministre, prej që ke arti në kek, lanë dhe parë është mazuti, qysh ka mundësi 5 vjetë pa të nderë në procedur të përshpejtume, regullisht furnizohen termocentralet me mazut, pa shpall kur të nderë, edhe vazhdojnë njëta logjik, a më tregon sa për i kushton vendit kë furnizim jashtë ligjor, ku sot e kena 700 euro tonin e mazutit, e gjatë vitit kalum ka qenë realisht dikon rreth 430 euro. Edhe tregona sa milion euro keku prej që ke arti ka importu mazut në procedur të pa negociume, jo po krejtësisht jashtë ligjore. Po thu që e kam rrit kapacitetin prodhues të BE-s, sa milion euro ke investu, sot në këtë moment ti ki mundësi me morë dhe ma mirë se unë, ma direkt, asnjëherë BE-ja, B2 për flasim, nuk e kam rrej kapacitetin që ju dhe kryeministri keni thonë 330 MW. Asnjëherë nga lëshimin punë, pas remontit nuk kam rrej atë që ju e keni proklamu dhe njëjtin kapacitet praktikisht sot e ka rreth 300. Prandaj të tjerat janë krejtësisht loj fjalesh. Dhe a mund më thua edhe njëherë, sa është të prodhuar sot B2? Që ti ke investu 10 milion euro. Unë, si që thash, e keni figurën këto, edhe nëse e këshyrni edhe këtë fusnotën përveç kësaj shifrës këto, këtu qartë shkërun, nuk e di pse po nervozohesh edhe pse po vërtet, këtu qartë shkërun që shifra që është paraqitur këto, përmban edhe energjinë e cila kalon në për Kosovë si tranzit. Dhe unë i prezentova edhe shifrat e sakta, si kur të kishit qenë me të vërtet kaq të interesuar për sektorin e jo për show, atëherë i kishit verifiku ma herët këto shifra edhe jo. Për që si kuptoni statistikat edhe bilancin, edhe për që nuk e kuptoni statistikat jo të energjis, po vështirë edhe të produkteve, mallrave, shërbimeve, kjo është e qartë prej diskutimeve t'juja më hershme që e keni pas. Mirë po, ne këtu nuk mëj me ju ndihmu. Investimet në KEK, në termocentralin Kosova B, modernizimi turbinave po bëhet me 56 milion euro. Kjo është 5.6% dhe ati 1 miliard, që ju i keni shtin KEK me rritje zero të kapacitetit. Kapaciteti po rritet për 70 MW veç prej modernizimit të turbinave, po do të rritet edhe më shumë kur të bëhen edhe investimet të tjera. Ndërsa, sigurisht një pjesë i këtyre investimeve janë bërë, një pjesë janë duke u bërë aktualisht.
330 që po e përdorni, 330 që është i fotografuar dhe me qëllim, ose pa qëllim se nuk dini, jeni tu i përzi kapacitetin. Ministre, do të keni mundësi të tjera për shkak se është vetëm replik.